së një zjarri dhe evakuimi i qytetarëve në një institucion publik apo në hotele është testuar në ambientet e Hotel Sheraton në Tiranë. Në këtë mënyrë, forcat zjarrfikse të kryeqytetit kanë testuar sinjalet e sigurimit të këtij hoteli mbi funksionimin e procedurave që duhet të ndiqen nga punonjësit e saj për sigurinë e jetës së tyre dhe të klientëve të hotelit në raste rreziku. Por disa minuta, Hotel Sheraton është bërë pjesë e një testimi për evakuimin e godinës në total me aparaturat e kompanisë Starwood Hotels dhe Resort Worldwide. Kjo është një procedurë e cila përsëritet çdo vit dhe drejtohet nga grupi i emergjencës që përbëhet nga punonjësit e hotelit mbi shpëtimin e jetës së klientit dhe punonjësve në rast të zjarri.